besoj që kjo është njëra prej aftësive më të mira me kriju lidhje që keni, sepse e pam vetëm gjatë këtij viti u takut me lidert në çdo ngjarje gjithmonë del dikush që del një foto me ju, që ju përshëndet ngrohtë. Qysh i krijoni çdo marrëdhënie? Unë gjithmonë kam besu që ndërtimi i relacioneve ndërnjerëzore është një prej komponentave kryesore të marrëdhënieve ndërkombëtare. Tash ka lider që nuk e besojnë këtë aspekt, po ka lider që mendojnë që krejt marrëdhëniet ndërkombëtare janë thjesht interesa. Unë nuk e besoj këtë teori, natyrisht interesat janë të rëndësishme. Mirë, po kur më kujtohet kur rrugova në vitet e 90-ta, do thotë ka udhëheq një popull, ende s'kemi qenë shtet, ende në fillim të viteve të 90-ta nuk e kemi pas ushtrin, pastaj UÇK-ja ka lind ma vonë, është zhvilluar dhe është rrit ma vonë. Mirë, po flas për ushtri shtetërore me armatim të fuqishëm, siç e kemi edhe sot, pa institucione shtetërore siç i kemi sot dhe pa sovranitet të vendosur, sepse kemi qenë toke okupume prej Serbisë, ku çdo ditë kanë vrarë, çdo ditë kanë maltretu, çdo ditë kanë arrestu e të tjera. Në atë periudhë, do thotë kur shumica e botës as nuk e kanë ditë që ekziston Kosova, Rugova ka arrit me ndërtu një relacion ndërnjerëzor prej presidentit të Amerikës tek kryeministri britanik Tony Blair, tek liderët tjerë botror, të cilët i ka bind thjesht me aftësi ndërnjerëzore.